këtë insert do të njihemi me shenjat e zodiakut që njihen si miqt e tu më të mirë. Luani, ai është mbrojtësi i grupit. Ai kërkon vazhdimisht që të tjerë të ndjejnë se dikush kujdeset për ta. Ai është ai që do të na japë vetbesimin para një interviste të rëndësishme pune dhe që do të na përqafojë pas ndarjeje. Gjithashtu në ndryshim nga miqësitë që ofrojnë shenjat e tjera, atij i pëlqen të shndrojë rastet formale, siç janë ditëlindjet apo diplomimet tona në festime super produktive. Me fjalë të tjera, ai është gjithashtu organizuesi perfekt i eventeve. Akrepi. Çdo grup i ngushtë ka nevojë për një akrep. Ata janë një nga miqtë më besnik, të cilët do të jenë pranë nesh në kohë të mira dhe të këqija, por fal intuitës së tyre, ata do të kuptojnë gjithashtu kur kemi nevojë për pak hapësirë dhe kohë personale. Dhe kur të kërkojmë përsëri shoqërinë e tyre, ata do të na mirëpresin me krah hapur. Akrepët do të na dëgjojnë sa herë që kërkojmë një mik për të ndarë një problem, dhe nëse kemi nevojë për këshillin e tyre, ata do të na japin dhe do të jenë të sakta dhe mjaft efektive. Briciapi. Meqense ka talentin unik për të organizuar jetën e tij, ai gjithmonë ka hapësirë për të ndihmuar të tjerat. Ai gjithmonë jep këshillat më të suksesshme, edhe nëse nuk janë pikërisht ato që do të donim të dëgjonim. Pasi është i famshëm për sinqeritetin e tij. Gjithashtu ndryshe nga miqtë e tjerë, shpirti i tij praktik do të jetë veçanërisht i dobishëm në probleme dhe pengesat e përditshme, nga një gomë me shfryrë deri tek një maraton burokratike që nuk dim saktësisht si ta vrapojmë. Punëtor dhe i përkushtuar, ai mund të ofrojë jo vetëm të na udhëheqë, por edhe të na japë një dorë, e cila do na zgjidh duart tona. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.